Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AK 24 vjeç për veprën penale mashtrim, pasi ka kallëzuar shtetasi ENO 33 vjeç banues në Shkodër se 24 vjeçari nuk i ka dhënë pagesë për blerjen e 2 automjeteve. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit VK 64 vjeç banues në Stajk, HS banues në fshatin Bardhaj dhe PM 68 vjeç banues në Torovic, pasi u kapën duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Specialistët e policisë kufitare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin SD 33 vjeç banues në Fier për veprën penale kalimi pa ligjshëm i kufirit shtetëror. Dje në rrugën Marie Kraja ka humbur jetën në banesë, dyshohet për shkaqe natyrale shtetasi LU 85 vjeç. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.